Ja pse duhet i fusni këmbët në ujë të ftohtë çdo natë. Sipas Sergej, një specialist i kineziterapisë, çelësi i një sistemi më të fortë imunitar qëndron tek praktikimi i thjeshtë shumë efektiv, siç është edhe ky që do flasim në këtë video. E gjitha çfarë duhet të bëni sipas tij është të fusni këmbët çdo natë në ujë të ftohtë kur të vini në shtëpi nga puna. Duke qenë se këto do të relaksojnë këmbët pas një dite të lodhshme të punës, do të bëni mrekulli për sistemin imun. Ai thotë se çelësi i kësaj metode është të përdorni gjithmonë ujë të ftohtë, jo të vakët. Sapo të vini në shtëpi, mbushni legenin me ujë të ftohtë dhe fusni këmbët për 15 minuta aty. Më pas thajini këmbët dhe mbathni një palë çorape të leshta. Kënaquni me ngrohtësinë e tyre dhe mos harroni të përsërisni këtë metodë çdo mbrëmje nëse dëshironi të keni një sistem të fortë imun. Sipas doktor Seferi, këshillohet që të mos brengoseni për ujin e ftohtë kur jeni të sëmurë pasi garanton edhe një rritje më të mirë të imunitetit në situatën tuaj.